Me një kuti të vjetër kartonash, të fshehur në bodrumin e teatrit kombëtar, u gjet një letër e shkruar me dorë nga Margarita Xhepa, e datuar në vitin 2020. Letra nuk ishte kur dërguar, por fjalët e saj tingëllojnë sot si një profeci e tmeshme. Nëse Shqipëria mbetet pa shqiptar, atëherë unë kam luajtur për asgjë, shkruante ajo me shkronja të driduara, sikur dora e saj nuk duronte peshën e mendimit. Kush e fsheu këtë letër? Pse asnjë nga njerëzit e afert nuk foli për ekzistencën e saj? Çfarë shtiu Margaritën, gruan që kur nuk u ankua publikisht, të shkruante këto fjalë të dëshpëruara në heshtje? Letra përmendte emra, data, takime sekrete me politikan, që i premtuan se do të ndalonin eksodin masiv të rinis, por asnjë prej tyre nuk mbajti fjalën. Në fund të letrës, me shkronja më të mëdha se zakonisht, ajo shkroi: "Ju përgjërohem." Ishte kjo një lutje apo një mallkim? Sot, për herë të parë, ne do të zbulojmë çfarë fshihej pas heshtjes së saj. Çfarë detyroi ikonën më të dashur të kombit të shkruante një testament që askush nuk duhej ta lexonte. Margarita Xhepa nuk ishte thjesht një aktore. Ajo ishte ndërgjegja e një kombi që kishte vuajtur në diktaturë, që kishte dalë nga errësira e izolimit, veç tani po shihte fëmijët e vet duke ikur drejt perëndimit si refugjat ekonomik. Çdo rol që ajo luante në skenë ishte një pasqyrë e shpirtit shqiptar: krenaria, dinjiteti, dhimbja e heshtur. Por askush nuk e dinte se pas maskës së aktores së përsosur, Margarita po luftonte një betejë të brendshme që po e gërrije nga brenda. Ajo shihte Shqipërinë duke u zbrazur, aeroportet plot me trinj që largoheshin me bilet një drejtimi, dhe askush nuk po bënte asgjë për t'i ndaluar. Në çdo intervistë, ajo buzëqeshte dhe fliste për artin, por sytë e saj tregonin një tjetër histori. Ishte sikur ajo po mbante një sekret të rëndë, një barë që po i shtynte drejt një vendimi të pamundur. Në vitet e fundit të jetës së saj, Margarita filloi të bëhej gjithnjë më e heshtur. Ajo refuzonte ftesa për emisione televizive, anulonte takime me gazetar dhe kalonte orë të tëra në teatr, e vetme, duke ecur nëpër skenat bosh. Kolegët e saj tregojnë se ajo shpesh qëndronte në errësirë, duke shikuar karrigen e parë të sallës, sikur po priste dikë që nuk do të vinte kurrë. Quote: 2, thot një aktor i vjetër që punoi me të për më shumë se 40 vjet. Por a ishim vërtet fantazma? Apo Margarita po shihte diçka që ne nuk mund ta shikonim? Ajo po shihte një Shqipëri pa shqiptar, një teatr pa publik, një skenë ku askush nuk do të dëgjonte më tingullin e gjuhës shqipe. Kjo vizion e torturonte, dhe ajo e dinte se koha po mbaronte. Në vitin 2015, Margarita mori një vendim që shokoi të gjithë. Ajo kërkoi një takim privat me kryeministrin. Takimi u mbajt në një zyrë të mbyllur, pa gazetar, pa kamera. Askush nuk e di saktësisht çfarë u diskutua atë ditë, por burimet e afërta me qeverinë tregojnë se Margarita solli me vete një dosie të trash plot me statistika, letra nga familje që kishin humbur fëmijët e tyre në emigracion, dhe dëshmi të dhimbshme nga nëna që nuk kishin parë nipërit e tyre kurrë. Ajo nuk kërkoi para për veten, nuk kërkoi nderime apo tituj. Ajo kërkoi vetëm një gjë, një fushat kombëtare për të ndaluar eksodin e rinis. Quote 3, i tha ajo kryeministrit me një zë që dridhej nga inati dhe dëshpërimi. Po çfarë ju përgjigj ai? Pse asnjë fushat e tillë nuk u organizua kurrë? Çfarë premtimi ju bë Margaritës dhe pse ato premtime u thjen? Pas atij takimi, Margarita u kthye në teatr dhe nuk foli më për politikë. Por diçka kishte ndryshuar në të. Ajo filloi të shkruante. Çdo mbrëmje pas provave, ajo mbyllej në dhomën e saj të veshjeve dhe shkruante letra. Letra për të rinj që kishin ikur, letra për prindrit që kishin mbetur, letra për Shqipërinë që po vdiste ngadalë. Askush nuk i lexoi ato letra gjatë jetës së saj. Ato u gjetën vetëm pas vdekjes së saj, të fshehura në një sirtar të vjetër, të lidhura me një shirit të kuq. Në njërin prej tyre ajo shkruante: 4. Këto fjalë nuk ishin thjesht melankolike. Ato ishin një paralajmërim. Ajo po shihte të ardhmen dhe ajo e ardhme ishte e tmerrshme. 5. Tregon Lindita Kriezio, grimesha që punoi me Margaritën për 35 vjet. Kjo është hera e parë që Lindita flet publikisht për atë që pa gjatë viteve të fundit të jetës së aktores. 6. Lindita tregon se Margarita mbante një ditar të vogël në çantën e saj dhe shpesh shkruante në të gjatë pushimeve të provave. Çfarë do të thoshte kjo? A ishte Margarita duke menduar të ikte dhe ajo, apo po shkruante për dhimbjen e të tjerëve që po largoheshin? Por Lindita nuk ishte vetmja që vuri re ndryshimin. Agim Sulaj, drejtori i Teatrit Kombëtar për 15 vjet, tregon një episod që e tronditi thellë. Quote 8. Agim thot se ai u përposhta kontaktonte, por Margarita nuk përgjigjej në telefon.
Kur ajo u kthye, ajo ishte ndryshuar. Kuote 9. Dëshmitë e kolegëve të saj zbulojnë një grua që po mbante një peshë të padurueshme. Ajo nuk fliste vetëm për veten, por për një kom të tërë që po shpërbëhej. Çdo ditë ajo leconte lajme për të rinj që mbuteshin në mesdhe, për familje që shkatërroheshin nga largësia, për fëmijë që rriteshin pa njohur gjuhën e prindërve të tyre. Dhe çdo ditë ajo ndjente se po dështonte. _diet_ kujton Grimesha me lot në sy. Por ekziston një dëshmi edhe më shqetësuese. Një gazetar i vjetër që kërkoi të mbetet anonim, tregon se Margarita e kontaktoi në vitin 2018 dhe i kërkoi të publikonte një letër të hapur drejtuar qeverisë. Kuote, 12, letra nuk u publikua kurrë. Ajo mbeti në një sirtar, e harruar, derisa u gjet pas vdekjes së Margaritës. Në atë letër, ajo shkruante, kuote, 33, këto dëshmi zbuloj një të vërtet të dhimbshme. Margarita Xhepa nuk ishte thjesht një aktore që po pllakej. Ajo ishte një grua që po shihte ëndrrën e saj duke u shkatëruar para syve. Ajo kishte kalluar gjithë jetën duke luajtur për popullin e saj, duke i dhënë shpresë, duke i bërë të qeshin dhe të qajnë. Por tani, ajo po shihte atë popull duke ikur, dhe askush nuk po e dëgjonte zërin e saj. Kjo heshtje e detyruar, kjo paaftësi për të ndryshuar gjërat, po e zhderonte në një hije të asaj që kishte qenë. Dhe pyetja që të gjithë po bënin ishte: sa kohë do të duronte ajo para se ta tyej plotësisht? Në dimrin e vitit 2020, Margarita Xhepa u shfaq për herë të fundit në publik në një ceremoni përkujtimore për viktimat e diktaturës komuniste. Ajo duhej të mbante një fjalin të shkurtër, por ajo nuk lexoi tekstin që ishte përgatitur. Në vend të kësaj, ajo foli nga zemra, me një zë që dridej nga emocioni. Kuote, 18, tha ajo, duke shikuar në sytë të pranishmëve. Kuote, 15. Fjalët e saj krijuan një heshtje të rëndë në sallë. Disa njerëz filluan të qajnë, të tjerë ullën kokën të turpruar. Por Margarita nuk kishte mbaruar, ajo vazhdoi. Kuote, 16. Pas këtij fjalimi, ajo u largua nga skena pa pritur duartrokitjet. Askush nuk e pa më Margaritën në publik pas asaj dite. Por çfarë ndodhi në muaj që pasuan? Pse Margarita u tërhoq plotësisht nga jeta publike? Burimet e afërta me familjen tregojnë se ajo filloi të merrte kërcënime, jo kërcënime fizike, por diçka më të errët. Presion psikologjik. Disa politikanë të lartë, të shqetësuar nga fjalët e saj, filluan të përhapnin tasheteme se Margarita po pllakej, se po humbte mendjen, se fjalët e saj nuk duheshin marrë seriozisht. Kuot 17, thot një ish deputet që kërkoi të mbetet anonim. Kuot 18. Por Margarita nuk u friksua. Ajo vazhdoi të shkruante, të takonte njerëz, të mbledhte dëshmi. Ajo po përgatiste diçka të madhe, diçka që do të trondiste themelet e pushtetit. Por a arriti ajo ta përfundonte, apo dikush e ndali para kohe? Në shkurt të vitit 2021, Margarita u shtrua në spital me një sëmundje të papritur. Mjekët thanë se ishte lodhje, stres, moshe shtyr, por familja e saj nuk ishte e bindur. Kuot 11, thot një kushrirë e saj. Kuot 20. Në spital Margarita kërkoi të takonte një noter. Ajo donte të shkruante një testament, por jo një testament për pasurinë e saj. Ajo donte të linte një testament shpirtëror, një mesazh për kombin. Noteri erdhi dhe Margarita diktoi fjalët e saj të fundit. Filloi ajo. Por çfarë ndodhi me atë testament? Pse ai nuk u publikua menjëherë? Kush vendosi ta mbajë sekret? Javët që pasuan ishin të çuditshme. Margarita nuk lejonte vizitor, përveç një rreti shumë të ngushtë. Ajo nuk fliste shumë, por kur fliste, ajo përsëriste të njëjtat fjalë. Kuote 33. Çfarë donte të thoshte ajo? Çfarë sekreti po mbante? Një infermiere që kujdesej për të tregon se Margarita shpesh zgjoi në mes të natës dhe kërkonte letër dhe stilolaps. Një natë, infermieria pa një fjalë të shkruar në një copë letre, vetëm kjo fjalë e nënvizuar 3 herë. Çfarë tradhtie? Kush e kishte tradhtuar Margaritën? Apo ajo po fliste për një tradhtim më të madh, një tradhtim ndaj kombit? Në mars të vitit 2021, Margarita Xhepa vdiq në heshtje. Lajmi u përhap shpejt dhe mijëra njerëz dollën në rrugë për ta përcjellë. Por askush nuk e dinte se çfarë kishte lënë ajo pas. Askush nuk e dinte se në atë kuti kartonash, në atë bodrum të teatrit kombëtar, kishte një letër që do të ndryshonte gjithçka. Një letër që do të zbulonte të vërtetën për luftën e saj të fundit, për betejën që ajo humbi dhe për amanentin që ajo la për brezat e ardhshëm. Sot ne do ta hapim atë kuti. Sot ne do të dëgjojmë zërin e Margaritës për herë të fundit. Dhe sot ne do të kuptojmë pse ajo tha: T26
Në ato ditë të fundit kur trupi i Margaritës po dobësohej, po shpirtit i saj mbetej i palkundur, ajo mori një vendim që askush nuk e kishte pritur. Ajo thirri në spital një grua të re, një gazetare të panjohur ndaj një portali vogël lokal, jo nga mediat e mëdha kombëtare. Kjo zgjedhje i habitur të gjithë. Pse Margarita Xhepa, ikona e kombit, do të besonte sekretet e saj tek dikush që askush nuk e njihte? Vajza erdhi në dhomën e spitalit në një mëngjes të hershëm të marsit, kur drita e dobët e diellit depërtonte nëpër perdet e bardha. Ajo solli me vete një diktafon të vjetër, por Margarita e ndalloi menjëherë. Tha ajo me një zë të dobët, por të qartë. Për 3 orë me radhë, Margarita foli. Ajo tregoi për takime sekrete që kishte pasur me zyrtar të lartë, për premtime që ju bënte që u tyen, për dosie që ajo kishte mbledhur me emra dhe data. Ajo tregoi për një takim të veçantë në vitin 2016 në një vilë private në Durrës, ku ishin mbledhur 5 figura të pushtetit: një ministër, një biznesmen i pasur, një drejtor banke, një gjyqtar i lartë dhe vetë Margarita. Atje, ata diskutuan për një plan që duhej të ndalonte eksodin masiv të rinjve. Plani ishte i thjeshtë: të krijoheshin vende pune, të ndërtoheshin fabrika, të hapeshin mundësi. Por asgjë nuk ndodhi. Parat që u premtuan zhduken në llogari bankare jashtë vendit, projektet u anulluan pa shpjegim dhe Margarita mbeti me një dosie plot dokumente që askush nuk donte t'i shihte. Ajo dosie është fshehur diku, i tha ajo gazetares së re, dhe nëse ti e gjen, ti do të kuptosh pse Shqipëria po vdes. Por ku ishte ajo dosie? Kush e kishte fshehur? Dhe pse Margarita nuk e kishte publikuar kur gjatë jetës së saj? Gazetarja e re, e trembur dhe e hutuar, pyeti: pse unë? Pse më zgjollët mua? Margarita buzëqeshi për herë të para të mëngjes. Sepse ti je e re, sepse ti nuk je frikë ende, sepse mediat e mëdha janë të blera, por ti ende nuk je. Pastaj ajo nxori nga nën jastëk një zarf të verdhë të vullosur me dyll të kuq. Mos e hap tani, tha ajo. Hape vetëm kur unë të kem ikur, dhe kur ta hapësh, mos ki frikë. Trego të vërtetën, edhe nëse të gjithë të sulmojnë. Vajza mori zarfin me duar të driduara. Ajo nuk e dinte se çfarë kishte brenda, por ajo ndjente peshën e tij, jo vetëm fizike, po shpirtërore. Kur ajo u largu anda dhoma, Margarita mbeti e vetme, duke shikuar nga dritarja drejt qiellit të ngrysur. Ajo e dinte se koha e saj po mbaronte, por ajo kishte bërë atë që duhej. Ajo kishte kalluar stafetën. Tani mbetej të shihej nëse dikush do të kishte guximin ta merrte atë. Por historia e asaj dosjeje nuk filloi në vitin 2016. Ajo filloi shumë më herët, në vitet e para pas rënies së komunizmit, ku Shqipëria po hapej ndaj botës dhe po përballej me një realitet të ri, lirinë e lëvizjes. Margarita, që kishte jetuar gjithë jetën nën kontroll të rrept, pa për herë të parë se çfarë do të thoshte të jesh i lirë. Por ajo pa edhe anën e errët të asaj lirie. Ajo pa njerëz që iknin me mijëra, që hipnin në anije të vjetra dhe lundronin drejt Italisë, që kallonin kufit në këmbë drejt Greqisë. Ajo pa familje që shkatëroheshin, fëmijë që mbeteshin jetim, pleq që vdishnin të vetmuar. Dhe ajo filloi të bëj pyetje. Pse po ndoste kjo? Pse qeveria nuk po bënte asgjë? Pse askush nuk po fliste? Ajo filloi të takonte njerëz, të mbledhte histori, të shkruante emra. Ajo shkoi në fshatrat e braktisura, në shtëpitë bosh, në shkollat pa nxënës. Ajo foli me nëna që kishin humbur djemt në det, me baballar që nuk kishin parë një prit e tyre kurrë. Dhe ajo kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një krizë ekonomike. Kjo ishte një tragjedi kombëtare, dhe askush nuk po e trajtonte si të tillë. Në vitin 2003, Margarita shkoi në një fshat të vogël në veri të Shqipërisë, ku vetëm 35 banor kishin mbetur nga një popullsi që dikur ishte 500. Ajo ul në shtëpinë e një gruaje të vjetër, e cila i tregoi se si 5 djemt e saj kishin ikur, dhe asnjë nuk ishte kthyer. Ata më telefonojnë çdo javë, tha gruaja me lot në sy. Por unë nuk dua telefona. Unë dua t'i prek, t'i përkafoj, t'i shoh. Margarita e pyeti: pse nuk shkoni ju tek ata? Gruaja u përgjigj: sepse nëse edhe unë i ki, kush do të mbaj gjallë këtë shtëpi? Kush do të kujdeset për varezat e të parëve tanë? Kush do të mbaj gjallë kujtesën? Këto fjalë goditën Margaritën si një shuplak. Ajo kuptoi se kjo grua e vjetër po bënte atë që qeveria nuk po bënte. Ajo po luftonte për të mbajtur gjallë një vend që po vdiste. Dhe Margarita vendosi se edhe ajo duhej të luftonte. Por si? Si mund të luftonte një aktore kundër një force kaq të madhe, kaq të padukshme? Ajo filloi të shkruante letra. Jo letra private, por letra të hapura, drejtuar politikanëve, gazetarëve, intelektualëve.
Ajo shkruante për atë që po shihte, për dhimbjen që po ndjente, për frikën që po e mundte. Por askush nuk i përgjigjej. Letrat e saj mbeteshin pa përgjigje, ose më keq, injorohen plotësisht. Disa gazetari thanë se tema ishte shumë e ndjeshme, shumë politike. Të tjerë thanë se njerëzit nuk donin të dëgjonin për tragjedi, ata donin argëtim. Dhe Margarita kuptoi se ajo ishte e vetme në këtë luftë, por ajo nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të shkruante, të mbledhte dëshmi, të ndërtonte atë dosje që një ditë do të bëhej arma e saj më e fuqishme, dhe ajo priste momentin e duhur për ta përdorur atë. Por a erdhi ai moment kur? Apo Margarita vdiq duke pritur një shans që nuk erdhi kur? Në vitin 2018, Margarita mori një ftesë të çuditshme. Një organizatë ndërkombëtare që merrej me çështjet e migracionit donte ta ftonte në një konferencë në Bruksel. Ajo do të fliste para diplomatëve, politikanëve dhe gazetarëve nga e gjithë Europa. Kjo ishte shansi që ajo kishte pritur. Kjo ishte mundësia për të folur hapur, për të treguar të vërtetën, për të bërë që bota të dëgjonte zërin e saj. Ajo pranoi menjëherë. Ajo filloi të përgatiste fjalimin e saj duke përdorur të gjitha dëshmitë që kishte mbledhur, të gjitha dokumentet që kishte ruajtur. Ajo shkroi një tekst të fuqishëm, plot me fakte, me emra, me data. Ajo nuk do të fliste vetëm për dhimbjen, por edhe për përgjegjësinë. Ajo do të pyeste, kush është fajtor për këtë tragjedi? Kush po lejon që një kombi tërë të shpërbëhet? Dhe çfarë do të bëjmë për ta ndaluar këtë? Por një javë para konferencës, diçka e çuditshme ndodhi. Margarita mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i ftohtë, i qetë, por kërcënues. Zonja Xhepa, ta zëri. Ne e dim se çfarë po përgatitni, ne e dim se çfarë do të thoni në Bruksel, dhe ne ju këshillojmë të mos e bëni. Margarita pyeti, kush jeni ju? Zëri u përgjigj, kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se ju duhet të kuptoni se ka pasoja, jo për ju, por për ata që i doni. Pastaj linja u ndërpre. Margarita mbeti e ngrirë. Ajo nuk kishte frikë për veten, por ajo kishte frikë për familjen e saj, për miqtë e saj, për ata që ajo donte. Ajo e dinte se kërcënimi ishte real. Ajo e dinte se ka njerëz që nuk donin që e vërteta të dilte në dritë. Por çfarë duhej të bënte? Të heshte dhe të lejonte që gjithçka që kishte mbledhur të shkonte dëm, apo të fliste dhe të rrezikonte gjithçka? Ajo kaloi ditë të tëra duke menduar. Ajo nuk hante, nuk flinte, nuk fliste me askënd. Ajo ecte në shtëpinë e saj si një fantazm, duke mbajtur në duar atë dosje të trash që kishte bërë jetën e saj. Ajo e dinte se nëse shkonte në Bruksel dhe fliste, ajo do të bëhej një shënjestër. Ajo do të sulmohej, do të shpifej, do të shkatërohej. Por nëse nuk fliste, ajo do të jetonte me një pendim që do ta gërente përgjithmonë. Në fund ajo mori një vendim. Ajo do të shkonte, ajo do të fliste, ajo do të thoshte të vërtetën pavarësisht pasojave, sepse ajo e dinte se nëse ajo heshte, askush tjetër nuk do të fliste. Dhe nëse askush nuk fliste, atëherë Shqipëria do të vdiste në heshtje. Por një ditë para nisjes, Margarita u sëmur. Ajo ndjeu një dhimbje të fortë në gjoks, një lodhje të papritur që e rrëzoi në shtrat. Ajo thirrri një mjek, i cili i tha se ishte stres, se duhej të pushonte. Por Margarita e dinte se kjo nuk ishte thjesht stres. Kjo ishte diçka më e thellë. Trupi i saj po i thoshte se nuk mund të vazhdonte më, po shpirti i saj nuk donte të dorëzohej. Ajo u përposhtë të ngrihej, të merrte valien, të shkonte në aeroport, por këmbët e saj nuk e mbanin. Ajo ra përsëri në shtrat duke qarë nga inati dhe dëshpërimi. Ajo e dinte se kjo ishte fundi. Ajo e dinte se shansi saj kishte kaluar. Dhe ajo e dinte se tani, e vetmja gjë që mund të bënte, ishte të linte pas një mesazh, një testament, një amanet për ata që do të vinin pas saj. Ajo thirrri atë gazetare të re, atë vajzë që nuk ishte frikende. Dhe ajo i dha atë zarf të verdhë. Atë dosje që kishte mbajtur sekret për aq vite. Tani është radha jote, i tha ajo. Tani ti duhet të flasësh, sepse unë nuk mund më. Dhe kështu, betejë e Margaritës kaloi në duar të një brez të ri. Por a do të kishte ai brez guximin për ta vazhduar atë betejë, apo dosja do të mbetej e mbyllur përgjithmonë, e fshehur në një sirtar, e harruar si kaq shumë të vërteta të tjera? Pas vdekjes së Margaritës, zarfi i verdh mbeti i mbyllur për 3 muaj. Gazetarja e re, e trembur nga pesha e përgjegjësisë, nuk guxonte ta hapte. Ajo e mbante në një sirtar të mbyllur, të fshehur në shtresa rrobash, sikur po fshite një bombë që mund të shpërthente në çdo moment. Çdo natë ajo e shihte atë zarf në ëndra. Ajo e dëgjonte zërin e Margaritës duke i thënë, "Hape, trego të vërtetën." Por çdo mëngjes kur zgjohej, ajo vendoste ta shtyj për një ditë tjetër. Ajo kishte frikë. Frikë nga ajo që mund të gjente brenda. Frikë nga pasojat që mund të vinin. Frikë nga fuqia e të vërtetës që ajo nuk ishte e sigurt se mund ta mbante.
Por një ditë diçka ndryshoi. Ajo lexoi një lajm në internet. Një tjetër anije me emigrant ishte përmbysur në Mesde. 37 shqiptar kishin humbur jetën duke përfshirë 5 fëmijë. Emrat e tyre u publikuan, fotografitë e tyre u shpërndan në rrjetet sociale, dhe gazetarja e re pa diçka që e tronditi. Njëri prej të vdekurve ishte djali i asaj gruaje të vjetër që Margarita kishte vizituar në veri. Ai djalë që nëna e tij priste të kthehej, që ajo telefononte çdo javë, që ajo ndëronte ta përshkafonte. Tani ai ishte i vdekur, i mbytur në ujërat e ftohta të detit, duke u përpjekur të arrinte një jetë më të mirë që nuk erdhi kurrë. Atë natë gazetarja e re hapi zarfin. Duart e saj dridheshin, ndërsa theu vullën e dyllës së kuqe. Brenda kishte një dosje të trash, plot me dokumente, letra, fotografi dhe një letër të shkruar me dorën e Margaritas. Letra fillonte kështu: Nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Do të thotë se koha ime ka mbaruar, por betejë vazhdon. Brenda kësaj dosjeje, ti do të gjesh emrat të njerëzve që premtuan të ndihmonin, por që tradhtuan. Ti do të gjesh dokumente që tregojnë se ku shkuan paratë që duhet të ndërtonin fabrika dhe shkolla. Ti do të gjesh dëshmi të korrupsionit, të mashtrimit, të indiferencës. Por më e rëndësishmja, ti do të gjesh historitë e njerëzve të thjeshtë, të atyre që vuajtën, të atyre që ikën, të atyre që vdiqën. Këto histori janë arsyeja pse unë luftova, dhe këto histori janë arsyeja pse ti duhet të vazhdosh të luftosh. Gazetarja lexoi gjithë natën. Ajo lexoi për takimin në vilën në Durrës, ku u premtuan miliona euro për projekte që nuk u realizuan kurrë. Ajo lexoi për kontrata të falsifikuara, për llogari bankare në parajsa fiskale, për politikanë që blen villa luksoze ndërsa populli i tyre ikte nga uria. Ajo lexoi për familje që u shkatëruan, për fëmijë që u trafikuan, për të rinj që u shitën ëndra të rreme. Dhe ajo kuptoi se Margarita kishte të drejtë. Kjo nuk ishte thjesht një tragjedi, kjo ishte një krim kundër një kombi të tërë. Dhe fajtorët ishin aty, të lirë, të pasur, të fuqishëm. Por çfarë mund të bënte ajo? Ajo ishte vetëm një gazetare e re, pa lidhje, pa fuqi. Nëse ajo publikonte këtë dosje, ajo do të sulmohej, do të kërcënohej, ndoshta edhe më keq. Por nëse ajo nuk e publikonte, atëherë Margarita kishte vdekur për asgjë. Atëherë të gjitha ato histori, të gjitha ato dëshmi, do të mbeteshin të fshehura për gjithmonë. Dhe Shqipëria do të vazhdonte të vdiste, ngadalë, në heshtje, pa që askush të dinte të vërtetën. Ajo mori një vendim. Ajo do ta publikonte. Jo në portalin e saj të vogël, por në çdo vend ku mund ta shihte bota. Ajo do ta dërgonte në media ndërkombëtare, në organizata të drejtave të njerëzit, në çdo vend ku e vërteta mund të dëgjohej. Ajo nuk kishte frikë më, ajo kishte një mision, dhe ajo do ta përmbushte atë mision pavarësisht çmimit. Sepse ajo e dinte se Margarita po i shikonte nga lart, dhe ajo nuk donte ta zgënjente. Por para se të publikonte, ajo duhet të bënte një gjë të fundit. Ajo duhet të shkonte në atë fshat në veri, në shtëpinë e asaj gruaje të vjetër, dhe t'i tregonte se djali i saj kishte vdekur. Ajo duhet ta shihte në sy atë dhimbje, atë humbje, atë tragjedi që Margarita kishte përpjekur të parandalonte. Dhe ajo duhet ta pyeste veten, a ja vlen? A ja vlen të luftosh për një vend që po vdes? A ja vlen të flasësh për një popull që po hesht? Përgjigja erdhi kur ajo pas syte asaj gruaje të vjetër, plot me lot, por edhe me dinjitet. Kuote, 14 ta gruaja. Kuote, 48. Dhe në atë moment, gazetaja e re kuptoi se po, ja vlente. Sepse nëse edhe një person të vetëm nuk harrohej, nëse edhe një histori të vetme tregohej, atëherë lufta nuk ishte e kotë. Në një mbrëmje të ftohtë marsi, kur era e detit godiste xhamat e teatrit kombëtar, një grua e vjetër me kapele të zezë hyri në hyrjen e pasme të ndërtesës. Askush nuk e njohu menjëherë, sepse ajo kishte mbi 20 vjet që nuk ishte parë në ato korridore. Emri i saj ishte Lule Caushi. Dhe ajo kishte qenë rrobaqepsja personale e Margaritës për 38 vjet me radhë. Ajo solli me vete një çantë të vjetër lëkure, të konsumuar nga koha, dhe kërkoi të takonte drejtorin e teatrit. Kur ajo ull në zyrë, ajo nxori nga çanta një tufë zarfash të lidhura me një shirit të bardhë. Kuote 14, ta ajo me një zë që mezi dëgjohej. Kuote 50. Brenda atyre zarfave ishin letra që Margarita kishte shkruar gjatë viteve, po që nuk ishte guxuar t'i dërgonte kurrë. Letra drejtuar kryeministrave që kishin ardhur e kishin shkuar, letra drejtuar intelektualëve që heshtnin, letra drejtuar popullit që po ikte. Në njërin prej tyre, të datuar në vitin 2019, Margarita shkruante: Unë po shikoj nga dritarja e shtëpisë sime dhe po shoh rrugët bosh. Ku janë fëmijët që luanin këtu?
Ku janë zërat që mbushnin këto trotuare? Ku është jeta që dikur rrëshqiste nëpër këto rrugë si një lum i papushimshëm? Fjalët e saj ishin plot dhimbje, por edhe akuzë. Ajo nuk po ankoi thjesht. Ajo po pjeste. Kush është përgjegjës për këtë heshtje? Kush e ktheu Shqipërinë në një vend fantazm? Lule Caushi tregoi se Margarita e kishte thirrur në shtëpinë e saj 3 ditë para se të shtrohej në spital. Ajo ishte ulur në koltukun e saj të preferuar, atë ku kishte lecuar mijëra skenar, ku kishte mësuar mijëra rreshta dialogësh. Por atë ditë, ajo nuk po leconte asnjë skenar. Ajo po shikonte një album fotografish të vjetër, plot me imazhe nga shfaqjet e saj të para, nga vitet ku Shqipëria ishte mbillur, por e gjallë. Shiko këto fytyra, i tha ajo Lules, duke treguar një fotografi ku ajo qëndronte në skenë para një sale plot me njerëz. Shiko sa shumë shpresë kishte në sytë e tyre. Ata vinin në teatr jo vetëm për të parë një shfaqje, por për të ndjerë se ishin pjesë e diçkaje më të madhe. Ata vinin për të qenë bashk, për të qeshur bashk, për të qarë bashk. Por tani, ku janë ata? Ku janë fëmijët e tyre? Ku janë niprit e tyre? Lule nuk dinte çfarë të përgjigjej. Ajo vetëm e mbajti dorën e Margaritës që dridhej nga emocioni. Pastaj Margarita i dha ato zarfa dhe i tha: "Këto janë fjalët që unë nuk pata guximin t'i them kur isha e fortë. Tani që jam e dobët, unë dua që dikush tjetër t'i thotë për mua." Por pse Margarita nuk ishte guxuar t'i dërgonte ato letra kur ishte në kulmin e fames së saj? Çfarë kishte friksuar aq shumë sa të heshte për aq vite? Përgjigja gjendet në një nga letrat që Lule soli atë mbrëmje. Ishte një letër e shkruar në vitin 2012, drejtuar një ministri të kulturës që kishte premtuar se do të mbështeste artin dhe artistët. Në atë letër, Margarita shkruante: 55. Kjo letër nuk mori kur përgjigje, dhe Margarita kuptoi se premtimet ishin bosh, se fjalët ishin të lira, dhe se askush nuk ishte vullnet të vërtet për të ndryshuar gjërat. Ajo kuptoi se sistemi ishte i kallbur, dhe se zëri i saj, sado i fuqishëm në skenë, ishte i pafuqishëm jashtë saj. Kjo e bëri të heshte, por jo të dorëzoi. Ajo vazhdoi të shkruante, të mblete dëshmi, të ndërtonte atë dosie që një ditë do të fliste për të. Por a do të mjaftonte kjo? A do të ishte mjaftueshme një dosie, një grumbull letrash, për të ndryshuar një sistem që kishte vite që ishte ndërtuar mbi gënjeshtra dhe indiferencë? Lule Caushi tregoi edhe një detaj tjetër që tronditi të gjithë ata që e dëgjuan. Ajo tha se Margarita kishte një ritual të çuditshëm në vitet e fundit të jetës së saj. Çdo të diel, ajo shkonte në parkun e liçenit dhe ulej në të njëjtën stoll, aty ku dikur familjet shkonin për të kaluar pasditen. Por tani, ajo stoll ishte pothuajse gjithmonë bosh. Margarita ulej atje dhe numëronte njerëzit që kallonin. Kuote 56, tregon Lule. Kuote 57. Kjo ishte mënyra e saj për të matur vdekjen e ngadaltë të Tiranës, të Shqipërisë. Ajo nuk ishte nevojë për statistika zyrtare, ajo e shihte me sytë e saj. Ajo e ndjente në heshtjen që po mbullonte qytetin, në rrugët që po bëheshin gjithnjë më të shkreta, në shkollave që po mbylleshin për mungesë nxënësish. Dhe çdo numër që ajo shkruante në atë fletore ishte një goditje në zemrën e saj. Ishte një kujtesë e asaj që po humbiste, e asaj që nuk do të kthehej kurrë. Por Margarita nuk ishte e vetmja që po shihte këtë tragjedi. Kishte të tjerë, njerëz të thjeshtë që po vuanin në heshtje. Kishte mësues që po mësonin në klasa bosh, mjek që po kuruan pacient që nesër do të iknin, priftrin që po bekonin njerëz që nuk do t'i shihnin më kurrë. Dhe të gjithë ata po bënin të njëjtën pyetje. Pse? Pse po ndodh kjo? Pse askush nuk po bën asgjë? Margarita e dinte përgjigjen, por ajo nuk mund ta thoshte hapur, sepse përgjigja ishte e dimshme. Sepse ata që kishin pushtetin nuk u interesonte. Sepse ata që mund të ndryshonin gjërat ishin të zënë duke mbushur xhepat e tyre. Sepse sistemi ishte ndërtuar jo për të shërbyer popullin, por për të shfrytëzuar ata. Dhe kjo e vërtet ishte aq e rëndë, aq e frikshme, sa askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë. Por Margarita e shkroi. Ajo e shkroi në ato letra, në atë dosie, në atë testament që ajo la pas. Dhe tani, pyetja ishte: a do të kishte dikush guximin ta leconte atë testament? A do të kishte dikush forcën ta thoshte atë të vërtet që Margarita nuk arriti ta thoshte gjatë jetës së saj? Në muajin prill të vitit 2021, pak javë pas vdekjes së Margaritës, një ngjarje e çuditshme ndodhi në teatrin kombëtar. Një mbrëmje, pas përfundimit të një shfaqjeje, disa aktorë të rinj mbetën në skenë për të pastruar. Ndërsa ata po mblidhnin rekvizitat, njëri prej tyre dëgjoi një zhurmë të çuditshme që vinte nga nën toka e teatrit.
Ishte një zhurmë e dobët, sikur dikush po lviste mobilje të rënda. Ata u shqetësuan dhe vendosën të zbrisnin për të kontrolluar. Ajo që gjetën atje i la pa fjalë. Në një koshe të errët të bodrumit, pas një rafti të vjetër plot me kostume të harruara, kishte një derë të vogël druri që askush nuk e kishte vënë re më parë. Dera ishte mbyllur me një dry të vjetër, por dryni ishte i tyer, sikur dikush kishte përpjekur ta hapte me forcë. Aktorët e rinj hapën derën dhe hynë në një dhomë të vogël të mbushur me pluhur dhe me erë mykje. Brenda kishte një tavolinë të vjetër, një karrige të thyer dhe një kuti metalike e mbyllur me një gozhdë. Kur e hapën kutin, ata gjetën diçka që nuk e prisnin, një tuf letrash të shkruara me dorë, të nënshkruara nga Margarita Gjepa dhe një kaset audio e vjetër e etiketuar me fjalët, për ata që do të dëgjojnë. Aktorët e rinj nuk e dinin çfarë të bënin. Ata morën kutin dhe ja dhanë drejtorit të teatrit, i cili menjëherë thirri policin. Por para se policia të vinte, njëri prej aktorëve, një djalë i ri me emrin Arben, vendosi të dëgjonte kasetën. Ai gjeti një magnetofon të vjetër në një nga dhoma e teatrit, futi kasetën dhe shtypni butonin e luajtjes. Ajo që dëgjoi e tronditi thellë. Ishte zëri i Margaritës, por jo zëri që njerëzit e njihnin nga skena. Ishte një zë i lodhur, i thyer, plot dhimbje. Aho filloi të fliste. Nëse dikush po dëgjon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Do të thotë se koha ime ka mbaruar, dhe tani është rada juaj. Unë po ju lë këtë regjistrim, sepse ka gjëra që unë nuk pata guximin t'i them kur isha gjallë. Ka emra që unë nuk guxova t'i përmend. Ka të vërteta që unë nuk guxova t'i zbuloj. Por tani kur unë nuk jam më, unë dua që ju t'i dini. Unë dua që ju të kuptoni se çfarë po i ndodh këtij vendi dhe kush është përgjegjës për këtë. Margarita vazhdoi të fliste për gati një orë. Ajo tregoi për takime sekrete që kishte pasur me politikan, për premtime që ju bën dhe që u thyen, për kërcënime që mori kur përpiqej të fliste hapur. Ajo tregoi për një takim të veçantë që kishte pasur në vitin 2017 me një biznesmen të pasur, i cili i kishte thënë hapur: Zonja Gjepa, ju jeni një ikon dhe ne ju respektojmë, por ju duhet të kuptoni se ka gjëra që nuk mund të ndryshohen. Njerëzit po ikin sepse këtu nuk ka mundësi, dhe nuk ka mundësi sepse sistemi është ndërtuar kështu. Nëse ju përpiqeni të luftoni kundër sistemit, ju do të humbisni, dhe jo vetëm ju, por edhe ata që ju doni. Kjo ishte një kërcënim i qartë dhe Margarita e kuptoi atë, por ajo nuk u friksua. Ajo vazhdoi të mblehte dëshmi, të shkruante letra, të ndërtonte atë dosie që tani ishte në duart e një gazetareje të re, por ajo e dinte se nuk ishte mjaftueshme. Ajo e dinte se duhej të bënte më shumë, dhe prandaj ajo regjistroi atë kasetë si një dëshmi e fundit, si një zë nga varri që do të fliste kur ajo nuk do të mund të fliste më. Në fund të regjistrimit, Margarita tha diçka që i bëri të gjithë ata që e dëgjuan të ngrinin. Ajo tha: Unë e di se kush po dëgjon këtë. Ju jeni të rinj, ju jeni aktor, ju jeni artist. Ju jeni ata që do të mbajnë gjallë këtë teatr, këtë gjuhë, këtë kulturë. Por unë po ju pyes: a do të jeni këtu për ta bërë këtë, apo edhe ju do të ikni si kaq shumë të tjerë? Unë nuk po ju gjykoj nëse zgjidhni të ikni. Unë e kuptoj sepse njerëzit ikin. Por unë po ju lutem, nëse ka edhe një mundësi të vogël që ju të mbetni, atëherë mbetni. Sepse nëse të gjithë ikin, atëherë kush do të mbajë gjallë shpirtin e këtij kombi? Kush do të luajë në këtë skenë? Kush do të tregojë historitë tona? Kush do të mbajë gjallë kujtesën tonë? Pastaj pas një heshtjeje të gjatë ajo shtoi: Ju përgjërohem. Ky është amaneti im i fundit për ju. Mos e lini Shqipërinë të vdes. Mos e lini këtë teatr të mbetet bosh. Mos e lini këtë gjuhë të harrohet, sepse nëse ju e lini, atëherë gjithçka që ne kemi ndërtuar, gjithçka që ne kemi vuajtur, do të jetë për asgjë. Kur kaseta mbaroi, Arben beti ulur në heshtje për disa minuta. Ai nuk e dinte çfarë të mendonte, çfarë të ndjente. Ai ishte vetëm 25 vjeç dhe ai kishte ndruar të ikte në Gjermani për të studiuar acting. Ai kishte marrë një bursë, kishte bërë planet, kishte blerë edhe biletën, por tani pas dëgjimit të asaj kasete, ai nuk ishte i sigurt më. Ai ndjeu një peshë të re mbi supet e tij, një përgjegjësi që ai nuk e kishte kërkuar, por që tani nuk mund ta injoronte. Ai mendoi për fjalët e Margaritës: nëse të gjithë ikin, kush do të mbetet? Dhe ai e dinte se kjo nuk ishte vetëm një pyetje për të. Kjo ishte një pyetje për një brez të tërë. Kjo ishte pyetja që do të përcaktonte të ardhmen e Shqipërisë. Në maj të vitit 2021, gazetaria e re që kishte marrë dosjen nga Margarita vendosi të publikonte historinë. Ajo e dinte se kjo do të ishte rrezikuese, se ajo do të sulmohej, se ajo do të kërcënohej. Por ajo e dinte edhe se nëse nuk e bënte, atëherë Margarita kishte vdekur për asgjë. Ajo filloi të shkruante një seri artikujsh të gjatë, të detajuar, plot me fakte dhe dëshmi.
Ajo publikoi emrat e politikanëve që kishin premtuar dhe që kishin tradëtuar. Ajo publikoi dokumente që tregonin se ku kishin shkuar parat që duhej të ndërtonin fabrika dhe shkolla. Ajo publikoi historitë e familjeve që ishin shkatëruar, të fëmijëve që ishin humbur, të rinjve që kishin vdekur duke u përpjekur të arrinin një jetë më të mirë. Dhe ajo publikoi fjalët e fundit të Margaritës, ata amanet që ajo kishte lënë për kombin e saj. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe i dunshëm. Disa politikane akuzuan gazetaren për shpifje, për gënjeshtra, për manipulim. Disa media të mëdha refuzuan të ripublikonin artikujt e saj, duke thënë se ishin shumë kontrovers. Disa njerëz në rrjetet sociale e sulmuan, duke e quajtur tradëtare, duke e akuzuar se po përpiqej të shkatërronte imazhin e vendit. Por kishte edhe të tjerë që e mbështeten. Kishte njerëz të thjeshtë, nëna që kishin humbur fëmijët, baballar që nuk kishin parë ni prit, të rinj që po mendonin të iknin, por që tani po dyshonin. Ata e falenderuan gazetaren për guximin e saj, për të vërtetën që ajo kishte treguar, për zërin që ajo i kishte dhënë atyre që nuk kishin zë. Por sulmet vazhduan. Një natë, gazetarja mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër të linjës ishte i njëjti zë i ftohtë që kishte kërcënuar Margaritën vite më parë. Ju bët një gabim, tha zëri. Ju nuk duhej ta publikonit atë histori. Tani do të paguani pasojat. Gazetarja pyeti, çfarë pasojash? Zëri u përgjigj, ju do ta shihni. Pastaj linja u ndërpre. Gazetarja ndjeu një ftohtësi që i kalloi nëpër trup. Ajo e dinte se kërcënimi ishte real. Ajo e dinte se kishte njerëz që nuk donin që e vërteta të dilte në dritë, por ajo e dinte edhe se nuk mund të kthehej prapa. Ajo kishte filluar këtë luftë, ve tani duhej ta përfundonte atë. Ditët që pasuan ishin të vështira. Gazetarja humbi punën në portalin ku punonte, sepse pronari u friksua nga presioni politik. Ajo u detyrua të jetonte me kursime të vogla, të fshihej nga publiku, të ndryshonte numrin e telefonit. Por ajo nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të shkruante, të publikonte në blog personal, të ndante historitë në rrjetet sociale. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, njerëzit filluan të dëgjonin. Filluan të bëheshin protesta të vogla, takime në parqe, diskutime në kafene. Njerëzit filluan të flasin për atë që Margarita kishte thënë, për atë që ajo kishte paralajmëruar. Ata filluan të pyesin, çfarë po i ndodh vendit ton? Pse po ikim të gjithë? Çfarë mund të bëjmë për ta ndaluar këtë? Dhe në mes të kësaj zhurmë, në mes të kësaj lufte, zëri i Margaritës vazhdoi të jehonte. Fjalët e saj, të shkruara në ato letra, të regjistruara në atë kaset, të ruajtura në atë dosje, filluan të përhapeshin si një zjarri ngadalt. Njerëzit filluan ta kuptuan se ajo nuk kishte folur vetëm për veten, por për ta. Ajo kishte folur për dhimbjen e tyre, për humbjen e tyre, për frikën e tyre. Dhe ajo kishte lënë një amanet që tani ishte në duart e tyre. Mos e lini Shqipërinë të vdes. Mos e lini këtë tokë të mbetet bosh. Mos e lini këtë gjuhë të harrohet. Sepse nëse ju e lini, atëherë gjithçka që kemi ndërtuar, gjithçka që kemi vuajtur, do të jetë për asgjë. Por a do të dëgjonin ata? A do të kishin ata forcën për të ndryshuar gjërat? Apo zëri i Margaritës do të mbetej thjesht një jehon e largët, një kujtim i një kohe që kishte kaluar dhe që nuk do të kthehej kurrë? Në një mëngjes të hershëm qershori, kur dieli sapo po ngrihej mbi Tiranë, një grua e moshuar me një kapele të gjerë zezë u shfaq para dyerve të mbyllura të teatrit kombëtar. Ajo mbante në duar një lule të vetme të kuqe dhe një zarf të bardhë. Askush nuk e njihte, por ajo qëndroi atje për orë të tëra, pa lvizur, sikur po priste dikë. Kur punojësit e teatrit erdhën për të hapur dyert, ajo u afra dhe u tha: "Unë jam motra e Margaritës", ajo që askush nuk e dinte se ekzistonte. Kjo deklaratë i la të gjithë pa fjalë. Margarita nuk ishte folur kur për një motër. Në të gjitha intervistat, në të gjitha bisedat, ajo kishte thënë se ishte fëmijë e vetme. Por kjo grua insistoi: "Ne u ndam kur ishim fëmijë, gjatë viteve të diktaturës. Familja jonë u shkatërua nga një akuzë rreme politike. Mua më dërguan në një fshat të largët dhe Margaritës i lejuan të qëndronte në Tiranë vetëm sepse ajo kishte talent për akting. Ata e përdorën atë si propagandë, si një shembull të njeriut të ri socialist. Por ajo nuk harroi kurrë. Ajo më shkruante letra çdo muaj, të fshehura, të kodifikuara, që askush tjetër nuk mund t'i lexonte." Gruaja hapi zarfin e bardhë dhe nxori një letër të fundit që Margarita ja kishte dërguar vetëm 2 javë para se të vdiste. Në atë letër, Margarita shkruante: "Motra ime, unë po vdes duke ditur se kam dështuar. Unë nuk arrita ta shpëtoj këtë vend, por ndoshta ti, që ke jetuar larg, që ke parë botën nga jashtë, mund të tregosh atë që unë nuk pata forcën ta them, se Shqipëria po vdes jo nga varfëria, por nga tradhtia e atyre që duhet ta mbronin." Kush ishin ata tradhtar që Margarita nuk guxoi t'i emërtonte?
Pse ajo zgjodhi të fliste vetëm në heshtje, në letra të fshehura, në mesazhe të kodifikuara? Motra e Margaritës që u prezantua me emrin Drita, tregoi një histori që askush nuk e kishte dëgjuar më parë. Ajo tha se në vitin 2015 Margarita kishte shkuar në fshat për ta vizituar, dhe atje ajo kishte parë diçka që kishte trondisur thellë. Fshati ku Drita jetonte ishte pothuajse i zbrazur. Nga 500 banorë që kishte pasur dikur, tani kishin mbetur vetëm 32. Shkolla ishte mbyllur, ambulanca ishte braktisur, kisha ishte e shkatëruar. Kuote 71, tregon Drita, kuote 72. Atë ditë Margarita mori një vendim. Ajo vendosi se do të shkruante një libër, një ditar të plot për atë që po shihte, për atë që po ndjente. Ajo filloi të mbledhte histori nga çdo cep i vendit, të intervistonte njerëz që po vuanin, të dokumentonte shkatërimin e ngadaltë të një kombi. Por ajo nuk arriti ta përfundonte atë libër, sepse sa më shumë ajo shkruante, aq më shumë ajo kuptonte se e vërteta ishte shumë e rëndë, shumë e dhimbshme, shumë e rrezikshme për t'u thënë hapur. Dhe kështu libri mbeti i papërfunduar. Faqet e tij të shpëndara në sirtar të ndryshëm, në kuti të fshehura, në vende që vetëm Margarita i dinte. Drita solli me vete një nga ato faqe. Ishte një kapitull që Margarita e kishte titulluar Kush po vret Shqipërinë. Në atë kapitull ajo shkruante me një gjuhë të ashpër, të drejtë për drejtë, që nuk i ngjante asaj që njerëzit e njihnin nga intervistat e saj të sjellshme. Ajo shkruante: Ne po vritemi nga brenda, jo nga armiqtë e jashtëm, por nga ata që pretendojnë se na duan. Nga politikanët që premtojnë dhe gënjejnë, nga biznesmenët që vjedhin dhe ikin, nga intelektualët që heshin dhe shtihen se nuk shohin, nga mediat që shpërndajnë argëtim të lirë, por fshihin të vërtetën e rëndë, nga të gjithë ne që shohim dhe nuk bëjmë asgjë, që dëgjojmë dhe nuk flasim, që vuajmë dhe nuk ngritemi. Këto fjalë ishin një akuzë e hapur, një thirrje për përgjegjësi kolektive, por ato ishin edhe një rrëfim i dhimbjes personale të Margaritës, e cila e dinte se edhe ajo vetë kishte heshtur për shumë vite, edhe ajo vetë kishte qenë pjesë e asaj heshtjeje që po vriste vendin. Dhe kjo vetëdije e kishte gërrir nga brenda, e kishte bërë të ndjehej fajtore, e kishte shtyrë drejt një dëshpërimi që në fund e mundi. Por Drita solli edhe një zbulim tjetër, më të frikshëm. Ajo tregoi se në vitin 2019, Margarita kishte marrë një vizitë të papritur në shtëpinë e saj. Ishte një burr i veshur me kostum të zi, me syze të errta që nuk dha emër. Ai erdhi vonë në mbrëmje, kur rrugët ishin bosh, dhe qëndroi vetëm 15 minuta. Askush nuk e dinte se çfarë diskutuan, por pas asaj vizite Margarita ndryshoi. Ajo u bë më e heshtur, më e tërhequr, më e friksuar. Drita që e vizitoi pak ditë më vonë e pyeti se çfarë kishte ndodhur. Margarita fillimisht nuk donte të fliste, por pastaj me lot në sy ajo i tha: Ata e din gjithçka. Ata e din për dosjen, për letrat, për kasetën, dhe ata më thanë se nëse unë flas, nuk do të më ndodh mua asgjë, por do të ndodh atyre që i dua. Kjo ishte kërcënimi më i frikshëm që Margarita kishte marrë ndonjëherë. Jo një kërcënim për jetën e saj, por për jetën e të tjerëve. Dhe ajo e dinte se këta njerëz nuk bënin kërcënime bosh. Ajo e dinte se ata kishin fuqi, kishin lidhje, kishin mjete për të realizuar atë që premtonin. Dhe kështu, ajo zgjodhi të heshtë, të fshehë atë që kishte mbledhur, të pres një moment që ndoshta nuk do të vinte kurrë. Por a ishte ky një akt feje apo një akt dorëzimi? A ishte Margarita një heroin që po mbante një sekret për të mbrojtur të tjerët, apo një viktim që po lihej të mposhtet nga frika? Në korrik të vitit 2021, 3 muaj pas vdekjes së Margaritës, ndodhi diçka që askush nuk e kishte pritur. Një grup të rinj të frymzuar nga historia e saj vendosën të organizonin një protestë paqësore para teatrit kombëtar. Ata mblodhen mbi 500 njerëz, shumica prej tyre të rinj që po mendonin të iknin nga vendi, por që tani po dyshonin. Ata mbanin pankarta me fjalët e Margaritës: Mos e lini Shqipërinë të vdes, ju përgjerohem, amaneti i fundit. Protesta filloi në heshtje, me njerëzit që qëndronin në rresht, pa bërtitur, pa kënduar. Ishte një heshtje e fuqishme, një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Por pastaj, dikush filloi të lexojë me zë të lartë një nga letrat e Margaritës, atë që ajo kishte shkruar në vitin 2020. Zëri i tij u përhap në përsheshin e zbrazët, duke jehuar në muret e teatrit, duke depërtuar në zemrat e atyre që dëgjonin. Ne po humbasim luftën më të rëndësishme, luftën për të mbajtur shqiptarët në Shqipëri. Dhe nëse ne e humbasim këtë luftë, atëherë çdo gjë tjetër që kemi ndërtuar do të jetë e kotë. Këto fjalë prekën diçka të thellë në ata që ishin atje. Disa filluan të qajnë, të tjerë ullën kokën të turpëruar. Dhe disa për herë të parë filluan të pyesin veten:
Çfarë po bëj unë? Apo kontribuoj në këtë vdekje të ngadaltë të vendit tim? Apo ka ende diçka që unë mund të bëj? Por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë protest. Policia erdhi dhe kërkoi që njerëzit të shpëndaheshin, duke thënë se nuk kishin leje për tubim. Disa politikan dolën në media dhe akuzuan organizatorët se po përpiqeshin të destabilizojnë vendin, se po përhapnin pesimizëm, se po dëmtonin imazhin e Shqipërisë. Por organizatorët nuk u friksuan. Ata thanë se nuk po bënin asgjë të paligjshme, se po ushtronin të drejtën e tyre për të folur, për të protestuar, për të kërkuar ndryshim. Dhe ata thanë se nuk do të ndaloheshin derisa zëri i Margaritës të dëgjohej, derisa e vërteta të dilte në dritë, derisa diçka të ndryshonte. Kjo protest ishte vetëm fillimi. Në javët që pasuan, protestat të tjera u organizuan në qytete të ndryshme, në Shkodër, në Vlorë, në Korçë, në Gjirokastër. Njerëzit po fillonin të flasin, po fillonin të pyesin, po fillonin të kërkojnë përgjegjësi. Dhe në qendër të kësaj lëvizje ishte zëri i Margaritës, ajo grua që kishte vdekur duke u përpjekur të shpëtonte vendin e saj, veç tani pas vdekjes po bëhej një simbol i një lufte që sapo kishte filluar. Por kjo luftë nuk ishte e lehtë. Ata që kishin pushtet nuk donin të hiqnin dorë nga ai pushtet. Ata që kishin vjedhur nuk donin të ktheheshin parat. Ata që kishin gënjer nuk donin të pranonin të vërtetën. Dhe kështu ata filluan të luftonin prapa. Ata përdorën mediat për të shpëndar tashetheme për Margaritën, duke thënë se ajo kishte qenë e smurë mendërisht, se fjalët e saj nuk duheshin marrë seriozisht. Ata përdorën policinë për të friksuar protestuesit, për t'i arrestuar, për t'i gjobitur. Ata përdorën gjykatat për të ndjekur gazetaren që kishte publikuar dosjen, duke akuzuar për shpifje dhe për dëmtim të imazhit. Por sa më shumë ata luftonin, aq më shumë njerëzit po bindeshin se Margarita kishte të drejtë, sepse nëse ajo kishte gabim, pse ata po përpiqeshin atë shumë ta heshtin? Nëse ajo kishte thënë gënjeshtra, pse ata po kishin aq frikë nga e vërteta? Dhe kështu lufta vazhdoi, një luftë e ngadaltë, e dhimbshme, e pasigurt, por një luftë që kishte filluar dhe që nuk mund të ndalohej më. Në mes të kësaj lufte, gazetarja e re që kishte marrë dosjen nga Margarita mori një vendim të guximshëm. Ajo vendosi të publikonte gjithçka, pa censur, pa frikë. Ajo krijoi një faqe interneti ku ngarkoi të gjitha dokumentet, të gjitha letrat, të gjitha dëshmitë që Margarita kishte mbledhur. Ajo e bëri atë faqe të aksesueshme për të gjithë, fallas, pa kufizime. Dhe ajo shkroi një mesazh në krye të faqes. Kjo është e vërteta që Margarita Xhepa donte që ju ta dinit. Kjo është lufta që ajo filloi dhe që ne duhet ta vazhdojmë. Leçoni, ndani, flisni. Mos lejoni që zëri i saj të heshtet. Mos lejoni që Shqipëria të vdes në heshtje. Brenda një jave, faqja u vizitua nga mbi 100.000 njerëz. Brenda një muaji, dokumentet u shkarkuan nga njerëz në të gjithë botën, nga shqiptar që jetonin në emigracion dhe që tani po ktheheshin për të parë se çfarë po ndodhte në vendin e tyre. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, diçka filloi të ndryshonte. Jo menjëherë, jo në mënyrë dramatike, por në mënyrë të qetë, të ngadaltë, të qëndrueshme. Njerëzit filluan të flasin më hapur. Mediat filluan të bëjnë pyetje më të vështira. Politikanët filluan të ndjejnë presion, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, dukej sikur ndoshta, vetëm ndoshta, diçka mund të ndryshonte. Në shtator të vitit 2021, 6 muaj pas vdekjes së Margaritës, u organizua një ceremoni përkujtimore në Teatrin Kombëtar. Mijëra njerëz erdhën duke mbushur çdo vend në sallë, duke qëndruar në këmbë në korridore, duke u mbledhur jashtë në shesh. Ishte një ceremoni ndryshe nga të gjitha të tjerat. Nuk ishte fjalime të gjata nga politikan, nuk ishte lavdërime bosh, nuk ishte hipokrizi. Në vend të kësaj, u lecuan letrat e Margaritës, u luajtën fragmente nga kaseta e saj, u treguan historitë e njerëzve që ajo kishte intervistuar. Dhe në fund, u shfash në skenë Arben, ai aktori i ri që kishte dëgjuar kasetën e parë në bodrumin e teatrit. Ai qëndroi në mes të skenës, në heshtje, për disa sekonda. Pastaj ai foli, me një zë të qartë, të fortë, të vendosur. Margarita Xhepa më pyeti: "A do të jesh këtu për të mbajtur gjau këtë teatr, këtë gjuhë, këtë kulturë? Apo edhe ti do të ikësh?" Unë kisha vendosur të ikem. Unë kisha bler biletën, kisha bërë planet, kisha thënë lam të mirë. Por pas dëgjimit të zërit të saj, unë ndryshova mendje. Jo sepse unë mendoj se mund të shpëtoj Shqipërinë vetëm, por sepse unë kuptova se nëse të gjithë ikim, atëherë askush nuk do të mbetet. Dhe nëse askush nuk mbetet, atëherë gjithçka që Margarita luftoi, gjithçka që ajo vuajti, do të jetë për asgjë. Dhe kështu, unë vendosa të mbetem, jo për gjithmonë ndoshta, por për tani, për të parë nëse ka ende shpresë, për të parë nëse ne mund të ndërtojmë diçka të re, diçka më të mirë, diçka që ja vlen të mbetesh për të. Fjalët e tij krijuan një heshtje të thellë në sallë.
Pastaj, ngadalë, dikush filloi të duar trokas. Pastaj një tjetër. Dhe pastaj një tjetër. Derisa e gjithë salla u ngrit në këmbë duke duar trokitur, duke qarë, duke ndjerë diçka që nuk e kishin ndjerë prej kohësh. Shpresë. Jo një shpresë naiv, jo një shpresë e lehtë, por një shpresë e vështirë, e fituar me dhimbje, e ndërtuar mbi sakrificën e atyre që kishin ardhur para tyre. Dhe në atë moment, dukej sikur zëri i Margaritës kishte arritur atje ku ajo kishte dashur. Jo në zyrat e pushtetit, jo në titujt e gazetave, por në zemrat e njerëzve të thjeshtë, të atyre që po vuanin, të atyre që po dyshonin, të atyre që po kërkojnë një arsye për të mbetur. Por historia nuk përfundoi atje, sepse ndërsa ceremonia po zhvillohej, në një zyrë të mbyllur në një ndërtesë qeveritare, po zhvillohej një takim tjetër. Atje ishin mbledhur disa nga njerëzit që Margarita kishte përmendur në dosjen e saj, ata që kishin premtuar dhe që kishin tradhëtuar. Ata po diskutonin se çfarë të bënin me këtë lëvizje të re, me këtë zë që po shtohej, me këtë presion që po rritej. Disa thonë se duhet injorohet, se do të kallonte me kohë, se njerëzit do të harronin. Të tjerë thonë se duhet luftohej, se duhet të përdoreshin të gjitha mjetet për ta shtypur. Por kishte edhe një zë të tretë, një zë që qëta diçka të ndryshme. Ndoshta ne duhet të dëgjojmë. Ndoshta ne duhet të pranojmë se kemi gabuar. Ndoshta ne duhet të ndryshojmë para se të jetë shumë vonë. Kjo fjalë krijoi një debat të ashpër. Disa e quajtën dobësi, të tjerë e quajtën tradhti. Por ai zë insistoi, nëse ne nuk ndryshojmë, nëse ne vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë, atëherë Margarita do të ketë të drejtë, atëherë Shqipëria do të vdesë dhe ne do të jemi ata që e vram. Takimi përfundoi pa vendim të qartë, por diçka kishte ndryshuar. Për herë të parë, ata që kishin pushtet po fillonin të dyshonin. Për herë të parë, ata po fillonin të friksoheshin. Jo nga protesta, jo nga gazetarët, por nga e vërteta që po dilte në dritë, nga zëri që nuk mund të heshte më. Sot, 3 vjet pas vdekjes së Margaritës Xhepa, Shqipëria është ende një vend në krizë. Të rinjt vazhdojnë të ikin, familjet vazhdojnë të shkatërrohen, fshatrat vazhdojnë të zbrazen. Por diçka ka ndryshuar. Ka një lëvizje të re, të vogël por të qëndrueshme, të njerëzve që po zgjedhin të mbeten. Ka një debat të ri, të hapur dhe të sinqert për atë që po i ndodh vendit. Ka një presion të ri mbi ata që kanë pushtet, një kërkesë për përgjegjësi, për transparencë, për ndryshim. Dhe në qendër të kësaj lëvizjeje është zëri i Margaritës, ajo grua që vdiq duke u përpjekur të shpëtonte vendin e saj dhe që tani pas vdekjes po bëhet një simbol i një lufte që vazhdon. Gazetarja e re që publikoi dosjen e Margaritës vazhdon të punojë, edhe pse ka humbur punën, edhe pse ka marrë kërcënime, edhe pse jeta e saj është bërë më e vështirë. Ajo thotë se nuk pendohet për asgjë, se do ta bënte përsëri, se e vërteta ja vlen çdo sakrificë. Arben, aktori i ri që vendosi të mbetet, vazhdon të luajë në teatrin kombëtar, duke u përpjekur të mbajë gjallë atë art që Margarita e donte aq shumë. Ai thotë se çdo herë që del në skenë, ai e ndjen praninë e saj. Ai e dëgjon zërin e saj duke i thënë: "Vazhdo, mos u dorëzo. Lufta nuk ka mbaruar ende." Vedrita, motra e Margaritës, vazhdon të jetojë në atë fshat të zbrazur, duke ruajtur kujtesën e së kaluarës, duke pritur një të ardhme që ndoshta nuk do të vijë kurrë, por duke refuzuar të dorëzohet. Por çfarë u bë me ata që traftuan? Me ata që premtuan vegënjen, që vjedhin dhe ikën, që heshten dhe lejuan që Shqipëria të vdiste? Disa prej tyre janë ende në pushtet, duke vazhduar të bëjnë të njëjtën gjë. Disa janë larguar, duke jetuar në villa luksoze jashtë vendit, duke shijuar pasurinë që vjedhin nga populli i tyre. Dhe disa, shumë pak, po fillojnë të ndjejnë peshën e fajit. Po fillojnë të kuptojnë se historia nuk do t'i harroj, se emrat e tyre do të mbeten të lidhur me këtë tragedi. Por a është kjo e mjaftueshme? A është kjo drejtësi? Apo drejtësia vërtet do të vijë vetëm kur një brez i ri, i frymzuar nga zëri i Margaritës, do të ndërtojë një Shqipëri të re? Një Shqipëri ku njerëzit nuk duhet të ikin për të jetuar, ku premtimet mbahen, ku e vërteta nuk fshihet. Kjo është pyetja që mbetet e hapur. Kjo është pyetja që Margarita la pas, si një amanet për ne të gjithë. Dhe kjo është pyetja që secili prej nesh duhet ta përgjigjet. Çfarë do të bëjmë ne? A do të vazhdojmë të ikim duke e lënë Shqipërinë të vdes në heshtje? Apo do të mbetemi, do të luftojmë, do të ndërtojmë diçka të re? A do të jemi ata që do të realizojnë ëndrrën e Margaritës, apo do të jemi ata që do ta varrosin atë përgjithmonë? Miq të dashur, ne ju pyesim sot, si e shihni ju Margarita Xhepën? A ishte ajo një heroin që luftoi për kombinë e saj, apo një ndërimtare që humbi një betejë të pamundur? A mendoni se Shqipëria mund të shpëtohet, apo shumë vonë? A keni ju, apo dikush që njihni, vendosur të mbetet në vend pavarësisht vështirësive,
apo po planifikoni të ikni? Na tregoni historinë tuaj në komentet më poshtë. Zëri juaj është i rëndësishëm, kujtesa juaj është e rëndësishme, dhe zgjedhja juaj do të përcaktojë të ardhmen e këtij vendi. Shtypni like nëse mendoni se e vërteta duhet të dëgjohet dhe abonohuni në kanal për të ndjekur histori të tjera që nuk duhet të harrohen. Faleminderit që na dëgjuat dhe mos harroni, ju përgjërohen.